Rrugova është proces, është rrugë e gjatë, është durim që nuk dorëzohet. Prandaj ky fjalim nuk do të jetë për të madhështuar me fjalë të mëdha njeriu që nuk ka nevojë për madhështime. Do të jetë për ta kuptuar me mendje të qetë, sepse rrugova nuk kërkon zë të lartë, kërkon gjithmonë mendim të thellë. 20 vjet pa të, na kanë bërë të qartë një gjë, ai nuk ishte një njeri i momentit, por ishte njeri i kohës së gjatë. Dhe njerëzit e kohës së gjatë nuk përshkruen lehtë. Ata nuk matën me një ngjarje të vetme, por me drejtimin që ja ndryshojnë historisë. Prandaj sot nuk jemi këtu për të numëruar përvjetore e vite, jemi këtu për të pyetur veten, çfarë bëri ai me ne dhe çfarë po bëjmë ne me atë që na la ai. Ka njerëz që e pushtojnë kohën me zhurmë, ka të tjerë që ndërtojnë kohën me qetësi. Rrugova ishte i dyti. Ai nuk e kërkoi kur rolin e herojit, por historia ja dha rolin e themeluesit. Nuk e kërkoi as skenën, por skena u detyrua ta pranoj. Nuk kërkoi as pushtet për vete, por më ndërtoi pushtetin për një popull që kishte mbetur pa shtet. Gjitha këto tipare nuk i erdhën si mësime të jetës politike, siç mund t'i vinë secilit politikan të kohës moderne sot, përfshirë dhe mua. Ato i erdhën si mësime jetësore shumë para se politika të ishte në diapazonin e yjeve tij. Rrugova si i ri nuk u formua në rehati, u formua në mungesë, në humbje, në padrejtësi që të mëson herët se jeta nuk është e butë dhe se njeriu duhet zgjedhë se si do t'i përgjigjet asaj. Kur erdhën vitet më të rënda për Kosovën, ai nuk u befasua nga dhuna. Ai e njehte atë që nga fëmiria, por zgjodhi të mos i ngjajë asaj. Zgjodhi ta mund jo me përngjarjen, por me kundërshtim moral. Kështu, jeta e tij e hershme nuk ishte thjesht kapitull biografie, cilën e lexojmë sot. Ishte shkolla e parë politike e tij. Aty u mësua durimin, u mësua vetëpërmbajtja, u mësua ideja se liria nuk fitohet duke u bërë i ngjashëm me shtypsin, por duke u bërë i ndryshëm prej tij. Dhe kjo është arsyeja pse kur më vonë u bë lider i një populli të tërë, ai nuk foli si i plagosur, por foli si i përgjithshëm. Nuk veproi si i zemëruar, por si i qartë. Nuk u soll as si viktim, por si themelues. Sepse ai kishte kaluar më parë provën më të vështirë, provën e dhimbjes personale dhe kishte kaluar pa humbur njeriu e mirë brenda vetes. Kjo është arsyeja pse bota e dëgjoi Kosovën. Jo sepse ishim të zhurshëm, por sepse ishim të drejtë. Jo sepse i kërcënuam ata, por sepse dëshmuam. Rrugova e kuptoi se në politikën ndërkombëtare, forca më e madhe është legitimiteti moral. Dhe ai ndërtoi atë me durim, me takime, me letra, me fjalë të qeta, me këmbgulje të palëkundur. Ai shkonte nëpër kryeqytetet e botës jo si një njeri që lyp mëshirë, por si përfaqësues i një populli që kërkon drejtësi. Nuk i ngrente zërin diplomatëve, por a ngrente ndërgjegjen e tyre. Dhe kjo ishte arritja më e madhe. Duke mos u folur për urrëtie, por për të drejtën për jetuar i lirë në shtëpinë tonë, rrugova e bëri Kosovën të dukshme. Para se të bëj realitet politik, Kosova, para syve të botës, u bë realitet moral.